bukur. Ku e Rjula? Gran, është kënaqësi kur shef fëmijë të lumtur dhe talent. Atëherë, të nderuar prindër, mësimdhënës, mysafir të respektuar dhe ju nxënës të dashur. Mirë se keni ardhur në ditën më të veçantë të shkollës sonë Bajram Curi këtu në këtë. Kjo një votë edukimi për brezat të tërë. Sot jemi mbledhur për të ndarë së bashku një ditë gëzimi për shkollën tonë. Një ditë që reflekton punën, përkushtimin dhe rrugëtimin e saj ndër vite. Është kjo ditë ku të gjithë ndjejmë krenari që jemi pjesë e kësaj shkolle që kultivon breza të rinj. Me respekt, kujtojmë emrin që mbon shkolla jonë, emrin e Bajram Curit, simbol i guximit, qëndreshës dhe dashurisë për atë dheun. Figura e tij mbetet frymëzim për të gjithë ne që të ecim përpara me dinjitet, guxim ndaj dijes dhe vendit tonë. Në këtë ditë të veçantë, duam të shprehim respektin më të sinqert për drejtorin e shkollës sonë, zotrin Mentor Gashi, pedagogën, si dhe të gjithë stafin pedagogjik, të cilët me përkushtim dhe profesionalizëm mbajnë gjallë dritën e dijes. Puna juaj është themeli mbi të cilën ndërtohet suksesi i shkollës sonë. Po ashtu një falënderim shkon për nxënësit tonë që me angazhimin e tyre bëjnë këtë shkollë krenare, çdo herë me arritjet që dëshmojnë punën dhe vullnetin që i shoqëron për këtë rrugëtim. Me shumë respekt, ftojmë për një fjalë përshëndetjes drejtorin e shkollës sonë, zotrin Mentor Gashi. Të nderuar familjarë të dëshmorëve, i nderuar drejtorit drejtorisë komunale Pastor Gjoka, të nderuar zyrtarët e TKS, kështu drejtues, veteranë të arsimit, drejtor të shkollave, kolegë mësimdhënës, të dashur nxënës, prindër, mysafirë dhe të shkollës sonë, ju përshëndes përzemërsisht në këtë ditë të veçantë për të gjithë ne. Sot është një ditë e veçantë për shkollën tonë, një ditë feste, krenarie dhe reflektimi për rrugtimin që kemi bërë së bashku. Është një moment që na kujton për kushtimin, sukseset dhe vlerat që ndërtojmë çdo ditë brenda këtyre mureve. Është dita kur kujtojmë rrugtimin tonë si institucion arsimor. Ishte fundi viteve të 40-ta, ku në fshatin tonë filloi të përhapet drita diturisë. Fillimi i mësimit filloi në vitin 1946 në orën shkollë të Hazir Bilal Zekës e një vit më vonë edhe në shtëpinë e Shaban Xhemal Bakollit. Ndërsa disa vite më vonë ndërtua shkolla e re paralele e shkollës Jetë e Re në Komoran, ku në vitin shkollor 1967-1968 shkolla jonë pavarësua dhe u emërtua me emrin e herojit ton kombëtar, tribunit popullor Bajram Curi, simbol i rezistencës dhe i rilindjes kombëtare. Emri i tij u bë frymëzim për brezat e tërë nxënësish që do të ecnin me dinitet dhe dashuri për atë herë. Historia e kësaj shkolle nuk është vetëm histori suksesi, por edhe histori sakrifice dhe gjaku. Në vitin 1998, natën në kohën më të rëndë të luftës, shkolla jonë ishte kthyer në shtab emergjent dhe bazë për shtetin lokal. Një pjesë e madhe e shkollës ishte djegur dhe pjesa tjetër ishte demoluar dhe shkatruar nga ushtria dhe paramilitarët serbë. Në luftën për liri, rënë dëshmor ishin nxënës të kësaj shkolle dhe u martirizuar nxënës të saj. Të nderuar pranishëm, kjo shkollë ka përcjellur mira nxënës duke nxjerrur nga xhiri i saj mjek, profesor, inxhinier, ushtar të ushtrisë shërbëtare të Kosovës, artist dhe qytetar të ndershëm. Sot, edhe pas 58 vitesh, pas pavarësimit e saj, shkolla jonë vazhdon të jetë krenaria e arsimimit dhe edukimit të gjeneratave të reja, duke u renditur me respekt për krah shkollave të suksesshme në vendin tonë. Çdo klasë e kësaj shkolle mban brenda saj zërin e fëmijëve, buzëqeshjet dhe sukseset e tyre që na bëjnë krenar çdo ditë më shumë. Gjatë këtij viti shkollor kemi arritur suksese në mësime, aktivitete kulturore, sportive dhe projekte të ndryshme që kanë përfaqësuar djenisisht shkollën tonë. Këto arritje janë dëshmi se kur punojmë së bashku me respekt dhe bashkëpunim mund të arrijmë çdo qëllim. Në garat sportive, në futsal, kemi arritur vendin e tretë me nxënësit e klasave të 7-ta, ndërsa në ping-pong, me ekipin e vajzave kemi arritur vendin e parë në nivel komunal. Po ashtu në garën komunale të matematikës, nxënësi ynë Karab Dugolli ka arritur suksese të larta, duke renditur në vendin e parë për nxënësit e klasave të 6-ta. Në emër të
drejtorisë së shkollës, duat t'ju falenderoj të gjithëve ju mësimdhënës të nderuar që me punën dhe për kushtimin tuaj të palodhur jeni shtylla kryesore e edukimit dhe formimit të brezave të rinj. Po ashtu, falenderoj nxënësit tanë që janë krenaria jonë sepse në dijen, talentin dhe energjinë e tyre e japin jetë shkollës sonë dhe na japin motiv për të vazhduar përpara. Një falënderim i veçantë shkon edhe për prindrit, të cilët janë partnerë të rëndësishëm dhe të palodhur në rrugtimin edukativ të fëmijëve tanë. Sot dua të përulem me respektin më të lartë para ish mësuesve tanë, të cilët me përkushtim e zemër të madhe kam ndezur dritën e dijes tek çdo nxënës. Ju nuk keni dhënë vetëm mësim, ju keni dhënë zemër, durim, frymëzim dhe dashuri për atë dheu. Gjithashtu, falenderoj të gjithë donatorët dhe gjithë ata që në forma të ndryshme ndihmuan shkollën tonë. Falenderoj kompaninë Kom Grup me pronar zotri Gani Ibrahimi dhe Relief Islami Kosova për hapjen e kursit të ri në oborin e shkollës. Gjithashtu, falenderoj komunën tonë për mbjelljen e 40 dronëve dekorues pish për ambientin e shkollës. Po ashtu kemi pasuruar fondin e bibliotekës me mbi 60 tituj të librave për nxënësit dhe dashamirët e librit. Falenderojmë zonën Teuta Alshani për dhurimin e librave të poetit Ymer Elshani dhe shtëpinë botuese Dugaxhine për këtë donacione. Po ashtu falenderoj Visar Gashin, Berat Kastrati, Mirgim Demir dhe Lulzim Kastrati që gjatë të vitit shkollor ndihmuan shkollën tonë. Të nderuar të pranishëm, shkolla jonë nuk është vetëm një institucion arsimor, ajo është një familje madhe ku kultivohen dijet, ëndrat dhe vlerat njerëzore. Le të vazhdojmë të ndërtojmë një ambient ku secili nxënës ndihet i vlerësuar, i mbështetur dhe i motivuar për të ecur përpara. Le të mbetet këtë ditë jo vetëm si një fest, por si një kujtim që do ta mbajmë gjatë në zemrat tona, sepse shkolla jonë është më shumë se një emër. Ajo është krenaria jonë, familja jonë dhe gjurma që do të lëmë pas për breza që të vinë pas nesh. Faleminderit gjithë dhe urimet ditë të shkollës. Faleminderit i nderuar zoti drejtor për fjalët dhe mesazhin tuaj frymëzues. Tani me respekt, ftojmë për një fjalim rasti drejtorin e arsimit, zotri Muhamet Gjoka. Të nderuara familjet e dëshmorëve, invalidëve, veteranëve të ushtrisë lirimtare të Kosovës, i nderuar drejtori i shkollës, ish drejtor i shkollës, shumë të respektuar veteranë të arsimit, të nderuar drejtor të shkollave tjera, të nderuar mësimdhënës, të nderuar prindër, të dashur nxënës. Sot kjo shkollë me krenarin ban emrin e herojit të kombit Bajram Curi. Sot, në këtë ditë festive për shkollën tonë, kthehemi mbrapa në kohë për të kujtuar, për të reflektuar, për të respektuar mësimdhënësit tonë, nxënësit tonë, punëtorët arsimor, të gjithë ata që sakrifikuan çdo gjë që ne sot të jetojmë dhe të festojmë të lirë. Sot, me krenari kujtojmë gjithë brezat që vendosen gur themel në edukimin. Sot, me krenari kujtojmë mësimdhënësit tonë, të cilët nuk e kishin vetëm profesion mësimdhënien, por e kishin mision. Mësimdhënësit tonë kishin mision lirinë e vendit, shtet formimin. Neve na mbetet që të punojmë fort në shtet ndërtim. Minjoje veçantë shkon edhe për ju të nderuar mësimdhënës që me angazhimin, përkushtimin, profesionalizmin mbani gjallë sistemin tonë arsimor. Komuna e Drenasit, drejtoria e arsimit mbetet e përkushtuar për krijimin e kushteve për mësimdhënie dhe mësimdhënie bashkëkohore. Na mbetet që bashkarisht të punojmë fort për rritjen e cilësisë në arsim. Dhe këtë besoj fuqishëm me angazhimin e të gjithë akterëve, mësimdhënësve, nxënësve, prindërve, do të realizojmë synimin tonë për një arsim sa më cilësor. Të nderuar prindër, bëuni sa më shumë pjesë e shkollës, sepse këshillat e juaja janë shumë të vlefshme për ne.
Me lejoni që dhe në emër të kryetarit Lladrovci dhe në emër të drejtorisë së arsimit që uroj ditën e shkollës me dëshirat më të mira për ju. Urime, shëndet edhe shumë suksese. Faleminderit. Faleminderit për praninë dhe fjalët motivuese zotri Muhamet Gjoka. Tani është koha për ata që japin shkollës zërin më të ëmbël, voglushët tonë parafillorë. Me emocione dhe buzëqeshjet e tyre më të sinqerta, para jush, Bora Rusta, Ajla Krasniqi, Erta Kastrati me poezin Dita e shkollës. Dita e shkollës, për ditën e shkollës, shkëlqejmë si dritë me zëra fëmish, plot gëzim, ne çdo klas, lind një ëndër e re që na çon përpara çdo udhëtim. Mësusja na vlet me dashuri, na hap rrugë, ndije shpresë, në zemër na mbjell siguri, që mos humbasem në jetë, se bashku ecim dorë për dore, në rrugën e dijes pa fol. Shkolla është shtëpia jonë e dytë, kur enda të bërë realitet çdo kohë. Shkolla jonë ka pranuar telegrame urime me rastin e ditës së shkollës nga këto institucione arsimore. Gjimnazi Gjergj Kastriot Skënderbeu në Trenas. Shkolla 24 Korriku në Fushtisë të Poshtme. Shkolla Hasan Peta në Shtutic. Shkolla Luiq Kurakuqi në Sankac. Shkolla Gani Sylaj në Poglak të Ri. Shkolla Dëshmorët e Qendresës në Trstenek. Shkolla Feme e Islam Kastrati në Kishnarek. Faleminderit për urimet tuaja. Urime Dita e shkollës për mbar kolektivin tuaj, duke filluar nga ju drejtar, arsimtar, nxënës dhe punëtor teknik. Ju dëshirojmë shëndet, suksese dhe mbarësi, me dëshirën që shkolla fillore dhe mesme e ullët Bajram Curri të realitet gjithmonë të shkollat më të dalluara. Po ashtu, këti urimi i bashkangjitet edhe shkolla fillore e mesme e ullët Migjenin nga Bajica. Edhe pse në mungesë të drejtorit, ju uron përsemërsisht urime dhe paqe gjithmonë suksesin në këtë vatër diturie. Po ashtu, një telegram urimi ka ardhur edhe nga drejtoria dhe stafi i shkollës fillore e mesme e ullët Rinlindja Dritan Dobroshet. Me rastin e ditës së shkollës, drejtoria dhe stafi i shkollës fillore e mesme e ullët Rinlindja në Dritan ju shpreh urimet më të përzemërta nxënësve dhe stafit arsimor dhe të gjithë komunitetit të shkollës fillore e mesme e ullët Bajram Curri në Nekat. Ju urojmë sukses të vazhdueshëm në misionin tuaj fisnik për edukimin dhe arsimimin e brezave të rinj. Qofshi gjithmonë në burimin e dijes, frymëzimit dhe përparimit. Faleminderit. Jola, a e di pse kjo poezi tingëllon më fuqishëm në shkollën tonë? Po, gran, sepse shkolla jonë bën emrin e heroit Bajram Curri. Pra, poezia Shpellë e Dragobis reciton Diara Goshi. Shpella e Dragobis, kur du foni e sturrifen, kur tirani e krusja den, bi një brek të Dragobis, pritët flamuri i liris. Atje nise, atje mbaraj, atje krise, atje pushaj, rufe i shkambe malsis në një shkam të Dragobis. Vendi dridhej, a i mbete, se stronditej nga tërmete, dev dragoj Dragobis, trimbuni veçelis. O Bajram, bajrak i gjallë, mure nam me gjak në ball, ka një shpellë e Dragobis, ylli ralli burëris. Thonu shtri e thonu vra, por t'i s'diqe or baba, as të zemra djaliris, as të shpella e Dragobis. As je vrar, as po vritesh, legendar, ante po rritesh, dithiram bi Dragobis, t'merë panik i mizoris. Me zjarë shenjt unë ngrit kjo shpellë, deri në qelë unë ngrit kjo shtjellë, për shlirimin e Shqipëris, ka takon të Dragobis.
sjellin tani voglushën e skenë. Për vendin më të bukur, Shqipërinë tonë. Pra, në vazhdim me poezinë, sa të dua o Shqipëri, para jush, ose kastrati dhe AstraZeneca. Sa të dua Shqipëri, sa vandjej e sa dëshirë, për ty has e dashurit, mu në zemër më kam birë, se për mua o dhej, je një lule aq e vyer, sa nuk gjindet për mbi dhe shpirtin tem për ta ushqyer. Gjithmonë jemi gati për të dëgjuar muzikë. Kënga sa pyje male, këndën grupi shkollës në përqilë instrumentistëve Arnis Plokaj, Fikrije Hoxha, Donat Plokaj dhe Arnela Hoxha. Fusha me lule, kroje t'argjenta, shumë kompjuteri sot? Sa është i mirë, por ka edhe gjëra që nuk shkojnë. Më së miri na tregojnë nxënës të klasës 6 tani, Korap Tungulli dhe Altin Zeka. O, Blendi, sa mirë që të pash. Nga dalore, përshëndet një herë. Harrova, pe gëzimi që të pash. Trego më shpejt, se nuk më priti. Pse ti gëzuva që? Po tërë ditën jam i vetëm në shtëpi, e të tira që të vish tek unë, e të lozim së bashku me kompjuter. Goti harrova ti tregoj CD që i bleva. Kjo është e Eminemit, kurse kjo tjetra është e Shakirës. Do të dëgjojmë edhe muzikë. Nuk jo dhe rejtë këngëtore, e as këngët e tyre. Pse, e çfarë muzike të pëlqen ty? Mua më pëlqejnë shumë këngët e Ilir Shaqirit, Kasret Ushës, Shkurt e Pezës. Ai, çfarë ka të ndori edhe ti? Pse, as të dëgjosh muzikë të muaj për shitetara? Më falë dhe Blendi u tolla, të lutem meja. Taja besë. Çfarë besë më ron ty po të thëras? More mos pete, pranë të satë me këtë tallje? Po ti vetë përmende besën? O kak bash, a e ti të se që është besa? Po besa, motra jote, qika të zëstime, është edhe besa klasës. Po e sha që si asë dhe gja e mbaj me në mirë. Për vërtitet më të më dhënë të përpleturën, është edhe besa. Pra, fjole edhe, e shqiptari kur ka dhe besën, ka ndodhër që edhe kukën e kalë për ta. Që se në gjenë bitën që parë, mos e këthe prapa fjole edhe. Se pas kam ditur, apo ndoshta e kam harruar. S'ke fajti ju, tjetër kush ka fajt. Tërë ditin të gjatë muzikë, në luan kompjuter, video lorë, e ku ta diun. E mësimet, a i diti që në ratë parë, janë mësimet e pastaj një të tjere. Sa më fajon, Bobi e nëna ma blenë kompjuterin pa u thënë unë fare, e ato që ta unë paskon, sepse tërë ditën jam i vetëm në shtëpi. Keq bësa, ti s'pe unë vetëm kuën, për unë bedhe kukën. Që ku e kam? Tallo, lirë, tallo, ta shumë, sa do të ndimaj kuka jote nesër edhe atë në test nga lënda e matematikës. Kukua, nesër, kemia, ani matematik. Shuke i mi doshë, ti do të lësh këtë CD-ja, ti marrësh librat e të mësësh. Të paqa dëgjuar, edhe një gjë, kësojere po të losë që të vish të kur e të mësojmë së bashku. Po, pa tjetër, do të vi pas pa, por të lutem e lirë, ose të përshëm në kompjuter, sepse kam dëgjuar se
Gjuhë nuk janë të mirë, edhe për ata që vonë shumë si ti, por edhe për ata që përnojnë shumë në ti. Të falenderoj shumë për durimin që pote me mua dhe se përmi dhe se vërtet mësimet janë mbi të gjitha. Mirë po. Kam dëgjuar që historinë, nëse nuk e kujtojmë, ajo përsëritet. Gjithmonë përkulemi para ushtrisë qlirimtare të Kosovës. Pra, me këngën ushtria qlirimtare këndon Diona Goshi. Shikoj në ty dhe flak, si ndajnë burat nga grak. Unë shikoj në ty dhe flak, si ndajnë burat nga grak. O për shanan nga ka botjall, o për me i dal shka ut për bol. Unë do t'luftoj me zemët plak, ne me pushka ta me to. Unë do t'luftoj me zemët plak, ne me pushka ta me to. Kush luftona në to male, është ushtria qlirimtare. Kush luftona për këto troje, kush Kosovës i përroje. Mbushën trena kërkupi, mbushën vare plot fëmi. Unë shikoj nënën dhe më thot, s'mu të qaj se s'ka ma slot. Unë shikoj nënën dhe më thot, s'mu të qaj se s'ka ma slot. Kush luftona në to male, është ushtria qlirimtare. Kush luftona për këto troje, kush Kosovës i përroje. Të nderuar të praneshëm, tani do të përcjellim një dram të përgatitur nga mësimdhënës të gjuhës, si nga mësimdhënësi i muzikës, që na kujton historinë, dhimbjen dhe forcën e popullit tonë. Drama Krisma e luftës, ta ndjekim. Islam. 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 Kush mungon sot? Mos të shkruaj mësuesem, shuku yn Islam Kastroti nuk do të vije më.
e vrojnë forca serbe, atje. Jo, nuk mund të jetë e vërtet. A ishte dje këtu në bankën e ti. Si mund të shuhet një jetë ka qëre, një nëzëndë, një ndër, një ardhme. Fëmijët duhet të mbajnë libra në duar, e jo të vriten. Ne sot humbëm një nëzëndë, një pjesë të shpirtit tonë. Do t'a kujtojmë gjithmonë me buzëqeshin e ti e me ëndrat që nuk arriti t'i jetoj. Kjo bombë nuk do t'jetë më kurrë njëjtë. Drejtësia mund të vënaj, por kujtimi për të nuk do të shuhet kur. Nxënës, më duhet t'ju njoftoj se Kosovës ju shtuan dhe 3 dëshmor. Gane Kastroti, Azem Kastroti e Hysni Murseli. Dhe ju falenderojmë juve shumë pak. Të flas për ju, e di se nuk do të them kur sa ju meritoni. S'ka asgjë që krahasohet me veprën tuaj. Ishtë atje ku duhet të ishtë gjithmonë. Ishit për mua, ishit për të gjithë. Mundësit për të jetuar jetin ishit të shumëta. Por ju zgjodhet atë rrugë, zgjodhet rrugën e idealitetit. Zgjodhet për jetësinë. Ata janë gjallë në mesin tonë. Ata nuk vdeshen, as nuk u vronë, por vetëm u përgjagën që të dukeshin sa më bukur. Çmalluni në dhejuni Gane Kastrotit, Azem Kastrotit, Hysni Murselit e Islam Kastrotit. E pasaj, ndaq vajtojeni, ndaq mallkojeni, si të doni, por mos harroni se ky dhe nuk falet, nuk blihet, nuk shitet, por vetëm fitohet. Putheni këtë dhe, dhe dëshmojni se vetëm të bashkuar mbrohet ky dhe. Liria fitohet me gjak. Lavdi dëshmorve. Tani vjen një këngë që prek zemrat, avritet pafajësia, vjen me zërin e saj të ëmbël, Arta Shaboni.
ju në skenës. Mos më prek djepin, më në lë kushtuar sakrificës para jush Ariana Fona. Mos ma prek djepin, mos ju afro tokës time, e as mos me nda të më prekësh djepin tim, fëmirur. Largë me largë dheut e atë dheut tim. Mos shkel këto me thonë drënzik, sepse ti ke turirin e bishës. Tokën e atë dheut tim, ti e mbushe me vore, eshtrat të fëmijëve i hodhe në humbë tjerë. Ty mund të përkthejt bota, por jo në kur. Sot e ke djelëhen nuk të falë, as turirin e bishës s'dua ta shë. Ti vrave fëmijët arbëror, vetëm se flesin e këndani shqip. Në kaptjelat e djepit, kishin shipunjen. Mi kthe eshtrat e fëmijëve, pse i vrave i more, e i drete aq larg atë dheju tim. E di, i vrave vetëm se flesin i këndanin shqip, e nuk këndanin këngë qëtnike. Së do kosh këto, ndaj pyes pse ke ardhur. Tokën time s'do e marrësh, do i dal unë zot asaj. Shkolla jonë ka ndorë me njoje për nxënës të dalluar, andaj ftojmë drejtorin e shkollës për shpërndarjen e tyre. E ftojmë edhe drejtorin e arsimit Zotri Muhamet Gjoka. Eriola Fona. Ujona Rukici dhe Bleronda Fazliu për suksesin e treguar në gara sportive në ping-pong. Korap Tugulli për suksesin e treguar në garat e matematikës. Bleorta Shaboni për përfaqësimin e shkollës së brenda dhe jashtë vendit në aktivitete kulturore. Po ashtu, drejtori ka ndorë edhe me njoje për mes simdhënësit të dalluar si Teuta Kastrati Hojra për ciklin e lartë, Ekzona Nishori për ciklin e ullët. Gjithashtu edhe për punëtorin teknik Gazmen Kastroti. Tani dhe programit ton erdhi fundi. Ju falenderoj nga zemra që ndot këto momente me ne dhe e bët këtë ditë më të veçantë me pranin tuaj. Ishte privilegj të keshim pjesë të programit ton. Dhe këtë fest e përmbyllim me një vallë festive dhe ju ftojmë mysafirët për një koktejl rosti brenda ambienteve shkollore. Miru
Shqiptar.